Ministri i ri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, ka formuar komisionin profesional për shqyrtimin e rasteve të pacientëve me sëmundje malinje në klinikën universitare të hematologjisë në Shkup. Në përbërje të këtij komisioni nuk është emëruar asnjë mjek shqiptar. Sipas vendimit të nënshkruar nga ministri më 21 korrik 2026, komisioni përbëhet nga 5 antar dhe 5 zëvendës antar, gjithsej 10 persona, që të 10 Maqedonas. Për kryetar të komisionit është emëruar profesor doktor Zlate Stojanovski. Bashkimi Demokratik për Integrim ka reaguar ndaj vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë për formimin e këtij komisioni, duke e kritikuar faktin se në përbërjen e tij nuk është përfshirë asnjë mjek shqiptar. Sipas BDI-s, ky vendim nuk është një rast i izoluar, por pjesë e siç e cilëson partia, një politike 2 vjeçare të spastrimit institucional dhe përjashtimit sistematik të shqiptarëve nga institucionet shtetërore. Kjo nuk është rastësi, është politik. Është dëshmi se qeveria vëmëro vlen, po ndërton institucione monoetnike, ndërsa vlen në vend që të mbrojë përfaqësimin e shqiptarëve, hesht dhe legjitimon çdo vendim diskriminues. Në reagimin e saj, BDI thekson se gjatë 2 viteve të fundit, shqiptarët janë larguar nga pozitat vendimmarrëse dhe janë përjashtuar nga bordet, komisionet, këshillat drejtuese dhe organet e tjera shtetërore. Sipas BDI-s, kësaj liste tashmë i është shtuar edhe komisioni profesional që shqyrton rastet e pacientëve me sëmundje malinje. BDI kërkon rishikimin e menjëhershëm të vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë dhe rikthimin e parimit kushtetues të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në institucionet shtetërore.